يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe kerejtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ne jemi në prag të një musafiri që në fakt me madh dhe me gëzim e presmi atë. Musafir i cili, si që kemi pas përmend dhe para do vjetëve të tjera këtu, musafir i cili na sjell ose na vjen me dhurata të shumta. Musafir i cili është vërtet i rrallë. Dhe na për një musafir të thjesht, ndoshta veç një i afër me joni, mund tjetë që asgjë nuk na bjen, përkundrazi ne do t'i përgatismi ati diçka dhe gëzohemi, ndërsa ky musafir ky na bjen dhurata të shumta, siç i kena pas përmend që prej dhuratave që Allahu Azza wa Jall i ka sjell gjatë këtij ose me këtë musafir, pra me muajin e Ramazanit, është se Allahu Azza wa Jall në këtë muaj e ka zbritur Kur'anin. Dhe kjo është dhurata më e madhe e njerëzimit që i duhet. Është e ka zbritur Kur'anin. Pastaj Allahu Azza wa Jall ka bërë që si dhuratë të veçantë në këtë muaj e ka bërë natën e Kadrit, që është më e vlefshme se 1000 muaj, që kjo natë është veç me këtë musafir, pra me Ramazanin, muajin e Ramazanit. Pastaj muaj që vjen me një dhuratë që nëse ne e agjerojna këtë muaj të Ramazanit me iman të plot dhe bindje të plot në Allahun Azza wa Jall, dhe i plotësojna kushtet e agjerimit, Allahu ban sebeb që neve më na u falë mëkatet e kaluara krejt, dhe mëkatet e kaluara ose të falën mëkatet e vogla krejt, ose mëkatet edhe të mëdhaja që shtan Ibn Hazm dhe Mundhiri e disa të tjerë, të falën të voglat dhe të mëdhajat krejt. E disa thanë, mos të falshin të mëdhajat, të paktën të voglat kanë më të falë krejt, e të mëdhajat që i ke pasur zbutet dënimi i tyre. Pra kjo dhurat është në muajin e Ramazanit me këtë musafir që po na vjen. Pastaj është dhurat tjetër që sa po të vjen nata e parë e këtij muajit, mbyllen dyert e xhehenamit, hapën dyert e xhenetit dhe njëherët armiku ju një përbëtuar iblisi, shejtanët prangosen gjatë këtij muaji që ty mu të dhonë hapësira me ju drejtu më shumë Allahut Azza wa Jall. Pastaj ky musafir e kena përmend se është edhe me atë dhuratën tjetër muaj Ramazanit që Allah Azza wa Jall i ka dhënë vetës së vet, ose Allah Azza wa Jall e ka premtu. Ai ka premtu që për çdo natë do të liroj rob të mi prej zjarmit të xhehenamit gjatë muajit të Ramazanit. Me disa vërsete të tjera, transmetime të tjera, kanë thonë se për çdo natë dhe çdo ditë Allahu liron, edhe nëse ka qenë emri ndonjërit prej neve, në listën e njerëzve të këqij, në listën e njerëzve që për në xhehenam do të drejtohen, Allahu do t'i fshin ata prej asoj liste dhe i rendit në listën për tek vendi i mirë, për në xhennet. Gjithashtu me dhuratën tjetër që vjen është edhe ajo që nëse i fal namazin e teravis
Ato aq so folet edhe imami dhe nuk del prej tyre derisa të përfundon imami, është për ty si shpërblim, sikur me u pas fal gjithë natën, pastaj si dhuratë tjetër është se nëse ndonjërit prej neve i jepet mundësia mu kry një umre gjatë muajit të Ramazanit, është si me bërë një haxh të plot. E haxhi i plot, cili është nëse të bën argumentet, del se haxhi i plot është si ditën që të ka lindur nëna yte. Ndërsa transmetimin e këtij të umrës, ka thonë transmetuesi, me sa di tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, si një haxh me mu. Pra nëse ndonjërit prej neve i jepet mundësia me kry një umre gjatë këtij muajit të Ramazanit, pra në kohën se këtij musafiri është me shpërblim si me kry një haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto janë dhurata me të cilët ka ardhur ose do të vije tash muaji i Ramazanit. Ama këtu dhe argumentet për këtu na i kena pas përmend, tash ti vazhdojnë ato që na kanë mbetur, që e kena pas filluar para 1, 2 ose 3 viteve. Prej tyne që na ka mbet pa e përmendur është edhe ajo dhurata me të cilën vjen se nëse e agjerojna muajin e Ramazanit, kur vjen ky musafir, muaji i Ramazanit, ne i nënshtrohemi Allahut, e agjerojna me agjerim të plot, Allahu na shpërblen neve sikur me pas agjeru 10 muaj. Si me agjeru 10 muaj, ky shpërblim edhe kjo dhuratë është veç për muajin e Ramazanit, tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, hadithin që e sjell Muslimi. Tha man sama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kana ka siyami ad-dahri. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e agjeron muajin e Ramazanit, e pastaj këtij muaji të Ramazanit veç 6 ditë Shevalit i jashton, është sikur me agjeru vitin krejt. Pastaj një hadith tjetër që nxjerr Imam Nesaiu dhe Sheikhul Albani dhe të tjerë kanë thënë hadith është i vërtet. Tha pejgamberi sa: "Man sama Ramadan fa shahrun bi 10 ashhur." Tha kush e agjeron veç një muaj të Ramazanit është e barabartë si me agjeru 10 muaj. Kështu e tha më të qartë, si me agjeru 10 muaj. Wa siyamu 6 ayamin ba'da al-fitr fa dhalika tamamu siyami sana. Nëse tha në këtë hadith ja shton ato 6 ditët të tjera të Shevalit, është për ty sikur vitin e agjerove, gjatë ton vitit keve i agjerues. Pra këtë shpërblim të agjerimit, i agjerimit vjen si dhurat me muajin e Ramazanit. Ne nëse e presmi ashtu që kërkohet. Pastaj, në muajin e Ramazanit, ky muaj i Ramazanit vjen edhe me një dhurat. Duke na bërë neve me shenjë se sa shpërblim të madh pas ka agjeruesi, që do të kenë folur për shpërblimin, nashta përsërismi në herë tjetër, sa shpërblim të madh ka me agjeru muajin e Ramazanit, na bëri me shenjë ky musafir që nëse gjatë këtij muajit e ushqen një të varfër, ose edhe me skuft i varfër hiç, por ja jep një iftar atij, do ta marrësh shpërblimin sa do i madh që e ka, shpërblimin agjeruesi, veç pse i adhove një iftar atina, do ta marrësh shpërblimin komplet të tij, pa i munguar agjeruesit asgjë, si shta pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që e sjell Tirmidhiu dhe Sheikhul Albani dhe të tjerë në hadith është i vërtet. Tha pejgamberi sa: "Men fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghayra annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'a." Tha pejgamberi në këtë hadith, kush i jep një ushqim, një agjeruesi, do ta marrë shpërblimin e plot të agjerimit, të agjeruesit, shpërblim të plot të atij agjeruesit do ta marrë, pa i munguar asgjë agjeruesit. A e vëreni se sa dhurat të mëdha, me sa dhurata të mëdha po na vika muaji i Ramazanit, që ti një ushqim të thjesht, mja dhon një njeriu agjerues, një shoku tënd që s'ko ka e kushtëzuar me qenë i varfër, një shoku tënd me thënë hajde se po ta jap një iftar për hir të Zotit, çaq sa ka marr ai shpërblimin e plot, çaq do ta marrësh edhe ti pa i munguar atij asgjë. Pastaj jo veç kaq.
si dhurat është edhe ajo se nëse kur të na vjen muaji i Ramazanit, ne i nënshtruhemi Allahut Azza wa Jall dhe e agjerojna muajin e Ramazanit, atëherë Allahu na ka shtin në rrethin e atyre që i ka quajtur në Kur'an besimtar. I ka quajtur besimtar të devotshëm të mirë që besojnë Allahun dhe pejgamberin. Na ka shtin neve në këtë rreth nëse na e agjerojna muajin e Ramazanit. Që shta Allahun në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tha Allah, o ju besimtar, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi, sikur që ishte obligim edhe i atyre që ishin para juve, ndoshta ju bëheni të devotshëm. Kur Allahu ju drejton fillim, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi, nëse ne e agjerojmë, kemi hinë përgjigjen që ja kemi dhënë Allahut Azza wa Jall, edhe kemi hinë atë që Allahu neve na quajti besimtar. Pastaj, si shpërblim ose dhuratë të veçantë, gjatë muajit të Ramazanit, agjerimin që ti e ban, Allahu Azza wa Jall për agjerimin tan ka lënë sekret, për agjerimin tan, për shpërblimet e agjerimit tënd, ja ka adresu vetës së tij. Ja ka adresu vetës së tij. Edhe pse Allahu është ai që shpërblen, por më na tregu vlerën e agjerimit, agjerimin si agjerim e veçoj dhe ja adresoj vetës së tij. Kur tha Allahu tha pejgamberin, tha Allahu, e thënë hadith kusi, që sjellë Buhariu dhe Muslimi. Tha kullu amal ibn Adam lah. Po tregon pejgamberin se Allahu po thotë, çdo bir, çdo vepër e birit të Ademit është për Allahun. Thot illa siyam, ose është për robën që ka bën. Illa siyam, përveç agjerimit. Tha Allahu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ndërsa agjerimin po e veçoj. Kështu tha Allahu, e agjerimin e baj ankas, agjerimi është veç për mua, e one për të ankas do të shpërblej. Apo vreni, por më na tregu se sa e vlefshme është ose sa me vlerë është agjerimi tek Allahu Azza wa Jall, e bëri që shpërblimin e agjerimit me lënë sekret, edhe i adresoj direkt vetës së tij Allahu Azza wa Jall. Kjo, pastaj, si dhuratë të veçantë ose me të cilën vjen muaji i Ramazanit, është edhe ajo se nëse ne, kur të na vjen muaji i Ramazanit, i nënshtruhemi Allahut dhe e agjerojna muajin e Ramazanit ashtu që shkërkohet, atëherë ky agjerimi i muajit të Ramazanit do të bëhet shefat për ty, do të ndërmjetëson për ty në ditën e gjykimit. Llogarit ditën e gjykimit, kur të dalmi para Allahut Azza wa Jall, sa kemi nevojë që dikush më ndërmjetësu për neve. Sa kemi nevojë dikush më na gjind, se gjendja është e rëndë kritike atë ditë, ndërsa vjen agjerimi jot. Agjerimi i këtij dhurata me të cilën ka ardhur muaji i Ramazanit, agjerimi. Edhe të Zot, unë këtij robit sa dalsh ti para Allahut Azza wa Jall më pyet, sa dalsh? Ki nevojë të tjerët ikim prej teje, ndërsa mbesin veç dikush që del të ndërmjetëson, prej tyne del agjerimit e të Zot. Allahu i jep formë agjerimit tënd. Allahu i jep formë dhe i jep të folur agjerimit tanë që ti ke agjeru. Edhe ai drejtohet Allahut, ty prej teje ndoshta nuk del fjalë prej gojes tënde, se zgozon as të flasësh, se ato më përpish njeriu me gënjy, atëri mbyllet goja e tij krejt dhe anisin flasin gjymtyrët e tij. Atëherë ato agjerimit gjindet llogarit të çfarë kënaqësie e madhe është që dul një që po don me të ndërmjetësu për ty. Edhe i thot, o Zot, unë po du të ndërmjetësoj për që të robin që doli para teje mu pyet. Për shkak se unë agjerimi jam ai që ja pa të ndalu ushqimet gjatë ditës, ja pa të ndalu kënaqësitë e tij gjatë ditës. Pra, më jep leje o Zot, unë të ndërmjetësoj për të, dhe Allahu i ja jep lejen agjerimit tënd që ai më ndërmjetësu për ty, e pastaj Allahu Azza wa Jall më të fal, si shta pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që e sjellë Imam Ahmedi. Dhe tha si është i mirë Sheikhul Albani, tha pejgamberi sa as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah, në transmetimin tjetër. Tha se edhe agjerimi jot, tha pejgamberi, edhe Kurani jot ndërmjetësojnë për robin në ditën e gjykimit. Yaqulu siyamu ay rabbi inni mana'tuhu ta'ama wa shahawat
bin nahari fashfi'ni fihi. I tha o Zot, ja nis flet agjerimi jot. Të që tash po bin hadith. Tha pejgamberi, ja nis flet agjerimi dhe i tha o Zot, unë gjatë ditës janë ndalova këtij robit ushqimin, pijet dhe kënaqësitë e tij, ama jep leje të ndërmjetësoj për të. Wa yaqul al-Quran, e pastaj vjen edhe ndërmjetësuesi tjetër Kur'ani dhe thot: "Mana'tuhu an-nawma bil-layli fashfi'ni fihi fayashfa'an." E pastaj vjen edhe Kur'ani thot: "O Zot, agjerimi që e përmendi më lart, Kur'ani janë istat, agjerimi ky janë ndalojke ushqimi dhe pijen dhe epshet e tij, ndërsa unë Zot ja pata humb natën krejt, se gjatë gjithë natës ky robi u merke në muajin e Ramazanit, u merke dhe më lexoj ke mu Kur'anin. Atëherë më jep leje që ndërmjetësoj edhe one, llogarit këta dy ndërmjetësues që më të mirë s'ki me kërku ti më të mirë se këta dy, këta më ndërmjetësu Kur'ani, libri i Allahut që Allah ka zbrit për njerëzit musliman në tokë. Edhe ky më ndërmjetësu, edhe më ndërmjetësu agjerimi jot. E tha pejgamberi alayhis salatu në fund hadithit fayashfa'ani, Allahu ju jep leje dhe të drejt atyre më ndërmjetësu. Pastaj agjerimi si agjerim, muaji i Ramazanit vjen edhe me një ofertë, me një dhuratë, po kjo dhuratë ose si lloj oferte, cila është ajo që ti mu bë njeri i mirë. E ki shansën e madhe që gjatë këtij muaji të Ramazanit mu bë njeri i mirë, mu bë njeri i devotshëm, mu bë njeri i sjellshëm, mu bë njeri që të këqija që i ke vepru, tani me ilan dhe me i braktis ato. Që shta Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Kjo është një shans. Nëse ndonjëri s'ka mujt heq, edhe unë s'un po e lan këtë keqe, unë s'un po e lan alkoolin, ai tjetër s'un po e lan hajnien, unë s'un po e lan këto, tash ti përmenda në fillim se shejtanet që të nxitëshin atave që janë prangosur, edhe mos u prangoshin të gjithë, por ata kokat e mëdhajt, ata janë prangosur, ata që më shumë të shtin të lashe dhe fesade dhe që rregullime në tokë. Atëherë, ata janë prangosur, mundësia të erdhi. Tha Allahun në këtë ajet, jo është bërë obligim, sikur që ishte obligim edhe e atyre që ishin para juve. Cila është oferta këtu? La'allakum tattaqun, ndoshta ju me këtë që i përmbaheni, do të bëheni burra të mirë, do të bëheni njerëz të mirë, do të bëheni të devotshëm. E kur të bëheni të mirë, sjellshëm, devotshëm, atë në fillim e përmenda se ky muaj është që ka ardhur me dhuratën mu të fal gjunahet krejt. Po kësi lloj ofertash edhe kësi lloj dhuratash nuk sjell dikush tjetër ose nuk vin me një dikan tjetër përveç se me muajin në të cilin na jena në prag të muajit të këtij muaji, e ai është muaji i Ramazanit. Lusmi Allahun Azza wa Jall që këtë muaj ta presmi ashtu që Allahu kërkon. Lusmi Allahun Azza wa Jall prej të shpëtuarve gjatë këtij muaji të na ban. Lusmi Allahun Azza wa Jall që agjerimet që i fillojmë Allahu të na pranon. Lusmi Allahun Azza wa Jall që me agjerusin xhenet të na bashkon dhe të na takon. Dhe lusmi Allahun Azza wa Jall muslimanëve kudo në botë që janë, Allahu të ju ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.